Macron. I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Tema kryesore e Davosit në 2 ditë të mrama u konë syzat e Macronit. Pra jo marrëveshjet, jo krizat, syzat. Edhe kjo nuk është vetë qesharake. Kjo është definicion i kohës tonë. Që thojnë, bota po digjet, e Macroni po krihet. Macroni del në skenë me syza Top Gun, reflektuse, si më konë të unis për mision sekret. E interneti, kjo është ushqim për internet që ka bo Macroni. Çmendet, që thojnë, thehet interneti, kur ka pas dal Kim Kardashiani. Dikush thot e ka rreh gruaja, dikush thot u ushtru tepër në palestër, dikush po thot nuk ka dashur me këshir Trumpin sy, dikush po thot po lun filma për Grenlandën. Cila është e vërteta? Shumë më thjesht. I ka plas një kapilar i gjakut në sy. Ju ka skuq, një gjë zakonshme, benine që shta dhe vetë, pra, s'ka të bëj me luftë, nuk ka të bëj me komplot, nuk është për leshje, është kapilar i gjakut na ka ndodhur tonëve ose në kushërini, që e shohim që gjithë ju kuqet njëri sy pak më shumë. Domethënë, kur Bashkimi Evropian nuk po arrin me u marr vesh për gjanat më dhaja, u marr vesh krejt bota për një gjë të vogël, për syzat. Këtu fillon pjesa më juicy, më e langshme. Syzat që i ka Macroni nuk janë çfarë do syzash. Janë një brand francez, Maison Henry Julian. Çmimi i tyre është 659 euro. Jo 65 euro, 659. Edhe qysh ndodh? Sa del Macroni me to, fillojnë më rrit kërkesa, ka shpërthy kërkesa. Faqet e kompanisë që i prodhojnë kanë ra. Një kompani e vogël artizanale e merr reklamën e jetës sepse presidentit i ka pelsit kapilari i gjakut. Kompania pas ka thonë, na ja qojmë syzat si dhurat, e zyra Macronit ka thonë, jo, dojna mi ble. Macroni pas ka insistu vetë mi ble, me pagesë. Se presidenti i Francës s'do me dalë si njeri që i pranon fala syzat e luksit. Në Davos nuk shitet veç produkti, shitet imazhi. Plus, ai pas ka pyet me kujdes, Macroni ka pyet prodhuesin e syzave, a janë 100% syzat prodhume në Francë. Pra në kohën kur po flitet për ranin botnor, ai u kujdes për origjinën e metalit. Mundesh me imagjinu, e tarifat, e lufta, ja, a janë syzat e Francës. Unë nuk po e fajsoj Macronin që i ka qitë qëto syza. Normal. Po çka po më habit është publiku, mediat, rrjetet sociale, që e kthejnë një palë syza në ngjarjen më të rëndësishme planetare.